O vëlla, o motër, para se të shikojsh gabimet e të tjerëve, shiko vetveten. A je ti në rrugën e drejtë? Apo e pastron shpirtin tënd çdo ditë? Profeti alayhis salatu wassalam na mëson duke na këshilluar: kush e pastron vetveten, ai ka shpëtuar. Kjo do të thotë mos prit që bota të ndryshojë nëse ti nuk e ndryshon vetveten. Allahu fuqiplot thotë: Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetveten e tyre. Pra fillimi i tij, forco imanin tënd, largohu nga harami, bëhu një njeri dobishëm, sepse vetja jote është përgjegjësia jote më e madhja. Mos e lër veten tënde pasdore, sepse po humbe vetveten, ke humbur gjithçka.